Pas një kohë të gjatë larg, Stelin Bollati ka udhëtuar për të takuar të Atin, një moment emocionues që ajo vendosi ta ndajë edhe me ndjekësit në Instagram. Në postimin e saj, Stelin publikoi një foto me Pullumba, të cilën e shoqëroi me një mesazh. Ajo shkroi: "Mu deshën 2 avion dhe një udhëtim konsiderueshëm i gjatë që të gjeja Pullumbat e mi. Tani mund të flini të qetë, një hall më pak për të gjithë." Postimi i saj u bë shumë shpejt temë diskutimi në rrjetet sociale dhe u lidh me debatet në shtëpinë të famshëm në Shqipëri. Në atë format televiziv, banori Roger Sterkaj kishte përmendur një version të ndryshëm të situatës familjare, duke thënë se babai i Selin ndodhej në burg. Pas këtyre diskutimeve dhe keq interpretimeve, Selin theksoi se babai i saj nuk ndodhet në burg dhe gëzon liri të plot. Edhe ky postim i fundit u bë për të shuar zërat dhe thashë theme që çarkullonin prej muajsh. Ne duhet të rikujtojmë se Stelin Bollati dhe DJ Gimbo kanë krijuar një lidhje dashurie brenda shtëpisë së famshme dhe tani ata po e vazhdojnë edhe jashtë, duke u takuar me familjarët përkatës. Në një farë mënyre, duke hedhur poshtë zërat, se në shtëpinë më të famshme, ata kanë pasur thjesht një lojë.